Unë si ministër në detyrë, sot kam dhënë ndërheqje tek varësi im, këtë rast kryeministri i Republikës Kosovës, Albin Kurti, edhe rrjedhimisht me qenë se është detyrim ligjor dhe kushtetues, konstituimi i kuvendit edhe pika numër 1 që nënkupton verifikimi i mandateve, një gjë të tillë pamundësoj lista serbska me abstenim dhe opozita duke votuar kundër. Kjo është një rrethonë e re që në aspektin kushtetues, ligjor dhe të rregullorës së punës së kuvendit nuk është e paraparë dhe definuar. Ligji e vlerëson dhe thotë se para dhënies së betimit. Ne para dhënies betimes i kemi deponu ndërheqjet tek shefi i qeverisë Albin Kurti, e Albin Kurti i ka deponu pjesën e ndërheqjes ish kryetarit ose kryetarit në detyrë deri në zgjedhjen e një kryetari të ri, Glau Konjusës. Nuk ka asnjë mekanizëm tjetër se si mund të veprohet ndryshe. Ajo që dihet është që lista serbska dhe opozita e pamundësoj konstituimin e institucioneve ose hapin e parë zgjedhjen e kryetarit. Ne kemi pas emrin për kryeparlamentar, kurdo që vije koha e shpalosëm edhe emrin e kryeparlamentarit. Po pavarësisht që kemi dhënë ndërheqje, unë kthehem në zyrën ku e kam të ministrit për shkak se largimi i kryeministit në detyrë, nga zyra e kryeministit edhe largimi i ministrave nga zyrët e ministrive, me që rast do të krijonte mundësia krijimit të një hendeku të madh.